إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Gjithë hamdi, falendërimet dhe lavdia e plotit e kanë të madhit Allah te baraka wa taala. Atë falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë mbrojtjen e Allahut të madhërisëm prej ligave dhe të këqijave të shpirtit ton. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut fuqi plot prej cytjeve dhe djallëzive të shejtanit të mallkuar. Salate dhe selame panda i dërgojmë më të dashurit ton, më të madhit pejgamber Muhammedit ton të dashur sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemi respekt të madh për familjen e tij të pastër, për shokët e tij të ndershëm dhe lutemi për mbar muslimanët, besimtarë dhe besimtare, ata të cilët kanë shku tek Allahu para neve dhe deri tek muslimani i fundit në fundin e kësaj bote. Të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër, njeriu gjatë jetës së tij në këtë botë ka kërkesa të shumta. Besimtari po ashtu krahas kërkesave të shumta në jetën e kësaj bote, besimtari lutet dhe ka po ashtu edhe shumë kërkesa për botën tjetër, për ahiret. Kurani famlart dhe pejgamberi alayhis salam na mësojnë që ne kërkesat tona edhe t'i kanalizojmë sakt, por edhe në mesin e kërkesave synojmë ato që janë më të mirat. Unë dua të ndalem sot të dy kërkesa të veçanta, njëra kërkesë që ka të bëjë me jetën e kësaj bote, tjetra kërkesë që ka të bëjë me ahiretin. Edhe njeriu në jetën e tij ka shumë kërkesa për këtë dunjë. Por Kurani na mëson që kërkesat tona t'jenë të kanalizuar në mënyrë të saktë, kur e godet shajin me godit sakt dhe pastaj përfitimet me qenë shumë dimensionale. Një nga kërkesat më madhështore e që është një prej dhuntive më të mëdha në këtë botë është Allahu me t'i largu brengat në jetën tënde. Me pas që shpirtin sa më pak trazira, me qeni qetë. Mos me të pushtu hijet e pikëllimeve dhe të mirëzive. Kjo është një prej kërkesave që çdo njeri nga ne e ka këtë kërkesë. Edhe njerëzit dëshirojnë ta nënvizojnë kjo prej dhuntive më madhështore në këtë jetë. Allahu dhul Gjelal i thot pejgamberit alayhis salam: "Alaysa Allahu kafin bi abdah." Masi pejgamberi kishte përjetu vujtje dhe mundime të shumta. 13 vite përsekutim, 13 vite refuzim e kundërshtim, 13 vite etiketime, përqeshje, shpifje, ofendime, deri në fund sa që kundërshtimi i dhujtarëve të Mekës ka ardhur deri në gjendje, kanë marrë vendimin me rrethu dhe me mbyt pejgamberin në shtëpinë e tij, për Allahu ka mbrojt. Në këto 13 vite, për plot idiotizma, për plot poshtërsi, Allahu i ka thonë pejgamberit alayhis salam një fjali me 5 fjalë: "Alaysa Allahu kafin bi abdah." O i dashurim, a nuk është Allahu i kafin bi abdah? 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 A nuk është Allahu i
A nuk të mjafton ty Allahu me t'i qetësu të gjitha shqetësimet, sikletet, piklimet, mërzit? Çfarë të qofshin ato? Allahu ty të mjafton. Me Allahun je i qetë. Me Allahun gjen forcën, guximin, fuqinë, energjinë, vullnetin, çdo gjë. Dhe kjo e ka qetësu pejgamberin a.s. Kjo e ka qetësu pejgamberin a.s. Nuk o tani momenti, po ju i dini ato. Para mendoni kur ka dalë prej Mekës, ka shku në Taif me thirr atë popull në rrugën e Zotit, i kanë organizu fëmijë të vogël, e kanë gjujt me gur dhe e kanë bërë gjak pejgamberin a.s. Por me hlemi që ja ka qetësu zemrën dhe shpirtin dhe mendjen dhe trupin e bardh pejgamberit a.s. ka qenë kjo që i ka thonë Allahu pejgamberit a.s. Prandaj të dashurit e mi, le të jetë top kërkesë për gjithë ne në jetën e kësaj bote, kjo kërkesë për ty dhe për mua. Allahu më t'i largu brengat edhe piklimet edhe sikletet në këtë dunja. Sa njerëz në kuptimin e jetës materiale posedojnë shumë të mira, pasuri edhe shumë të mira, por nuk janë të lumtur, por nuk janë qetë, nuk janë rahat, s'bëhet rahat. Po, të mirat materiale në këtë botë të ofrojnë qetësi dhe lumturi, por është e momentit, është qetësi e çastit, por mos me thonë janë qetësi të improvizume. Prandaj kjo është ajo që ne duhet ta kemi parasysh. Kërkesa e dytë e ahiretit është me shku te Allahu me gjuna të falura. Me shku te Allahu me gjuna të falura, kjo i bjen me shpëtu nesër prej hidhrimit dhe zjarit të xhenemit, waliyadhu billah. Nëse këto dy i arrim në këtë botë dhe në botën tjetër, ne kemi arrit me qenë të shpëtum edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Kemi arrit të jetojmë të lumtur në këtë botë dhe të na përcjell lumturia e përjetësive për gjithmonë në ahiret. Këto janë dy kërkesat më të rëndësishme që unë dhe ti duhet të kemi top kërkesa me prioritet shumë të lartë në jetën e kësaj bote. Të dashur të mi, edhe kërkesa e parë, edhe e dytë, janë disa elemente, janë disa faktorë që ndihmojnë dhe kontribojnë për t'u arrit edhe e para edhe e dyta. Po i përmendi disa faktorë që ndërlidhen me të parën. Çka ndihmon dhe kontribon që të largohen brengat, piklimet, shqetësimet, sikletet, mërzit në këtë botë? Kjo temë gjon. Por unë po i përmendi 5 faktorë që ndihmojnë edhe kontribojnë në arritjen e kësaj kërkese. E para, më mbështet në Allahun një, fuqi plot. Ashtu sikur Allahu e porositi pejgamberin. A nuk të mjafton ty Allahu? Më mbështet në Allahun një. 2. Me përmend Allahun dhe me eduku veten me përmend Allahun, me kultivu përmendjen e Allahut dhe lutja, duaja. A e dini vëllezër sa është e thjesht lutja? Robi i lutet Allahut nga sa i në çdo moment e paraqet nevojen dhe varfrinë e tij para madhis Zotit ul Xhelal. Shumë e thjeshtë. Ti kur e lut Allahun, në çdo moment, në çdo lutje e paraqet, e parashtron nevojen dhe kërkesën dhe varfrinë tonë para Allahut ul Xhelal. Kaq është e thjeshtë. Elementi i tretë që ndihmon me arrit qetësinë në jetën e kësaj bote është më pajtu me kaderet dhe caktimet e Allahut që neve na godasin jetën e kësaj bote. Po, prej momentit kur ti ke anë këtë botë bashkë me mu, ti edhe unë nuk e kujtojmë atë moment, po ata që kanë qenë para neve na kanë tregu. A dini si kemi dalë në çastet e para në jetën e kësaj bote? Me vaj. Na kanë bërthy vaj. Do thonë, momenti i parë kur ke dalë me marë frymë në këtë dunja, ja ke plas vajit që të regon se jeta në këtë dunja
është me sprova dhe sfida. Rruga e cila të mundson me jetu I qetë, është me u pajtu me kaderin e Allahut te baraka wa taala. Kaderet e Allahut nuk janë gjithmonë të ëmbla. Caktimet e Zotit nuk janë gjithmonë të këndshme. Caktimet e Allahut ndonjëherë janë shumë dhimbshme. Janë të hidhura. Kaderet ronda, po me Allahun, me sabër, me dhikr, me dua, duke u mbështetur te Ai, te kalohet. Sabahi del për çdo ditë. Ato gjyshet tona kanë pas një fjalë të madhe, kur kanë pas ndonjë nat siklet e telashe, me shkallë ku ta diune, kur ju ndalën sabah kanë thonë Allahumma salli ala Muhammed, dulem sabah dhe sot alhamdulillah. Sabahi del. Është kjo lutje e Kuranit. Allahu thot, "Eleysa as-subhu biqarib?" Allahu thot në Kuran, a nuk ka mëngjesi afër? Sado që mundet një natë me qenë e vështirë, e gjatë, e mundimshme, vjen dita e re. Vjen shpëtimi, vjen selameti. Elementi 4 që ndihmon në arritjen e kësaj kërkese është mirësia ndaj të tjerëve. Nuk duhet me ndal zemër, bardhësi. Nuk ka mirësi gjithmonë me ndihmu njerëzit me parë. Po kjo është një prej mirësive. Po vallahi ndonjëherë një njeri I cili ju ka ngushtu zemra, apo sikur thot populli tek ne, I ka ardhur laku deri në fyt. Me shkuë me ja qel derën, e me pi një kafe. Pasha Allahun, ai më I lumtur është me ato që ke shkuë ke nejt gjys orë, një orë me to, se mi a jep ku me ditë sa pare. Prandaj mirësia ndaj njerëzve, mirësia ndaj krijesave është element që Allahu ta largon. Domthon ti kur shkon dhe ja largon dikujt idhnimin, edhe e bën të lumtur. Çka thot Allahu në Kur'an? Hel jazaa'ul ihsani illa al-ihsan? Allahu të mirën e shpërblen me të mirë. Ti ja ke lumturu zemrën dikujt, Allahu ta lumturon zemrën ty. Ti ke bën dikon më gëzu, Allahu ka me të gëzu ty. Ti ja ke largu rrezikun, idhnimin, vujtjen dikujt, Allahu me të njëjtën monedhë ty të përgjigjet, por edhe më mirë, se Allahu ka bujarinë e madhe. Bujaria e Allahut është shumë e madhe. Këto janë disa prej elementeve që ndihmojnë me arrit kërkesën që Allahu me I largu brengat dhe shqetësimet e trishtimet tona në këtë dunja. E dyta, me shku të Allahu me gjunat të falura. Edhe kjo I ka rrugët e veta. Edhe me arrit këtë shkallë të Allahu e me dalë për Allahut me gjunat të falura, ka shumë punë, ka shumë elemente. Po I përmendim edhe këtu disa. E para, që në ndihmon me arrit me dalë për Allahut me gjunat të falura, Allahu na I fal gjunat tona, ja Rabbi, Allahu na I fal gjunat e prindërve tonë, e dashurve tonë. Është me u pendu sinqerisht Allah. Është me u pendu sinqerisht Allah. 100 herë në ditë ka thonë më I miri I njerëzimit dhe më I dashurit e Allahut, 100 herë në ditë ka thonë astaghfirullah pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam. 100 herë në ditë ka thonë astaghfirullah, 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 astaghfirullah. 100 herë në ditë. Allahu ja ka garantu faljen dhe dashurin këtij burrit madh. Po 100 herë në ditë sa jo kun mësuesi jon. Ajo është yrnek për ne, ajo është modeli jon. Prandaj rruga e parë që na mundson me dalë për Allahut pa gjuna është pendimi I sinqert. E dyta, me shpeshtu në nshtrimin, adhurimin dhe ibadetet ndaj Allahut me ibadete dhe adhurime të ndryshme. Me namaz, me agjerim, me lexim të Kuranit, me mirësi ndaj të tjerëve e kështu me radhë. E treta punë që na mundson me dalë para Allahut me gjuna të falura është me I falë të tjerët. Me I falë të tjerët. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, irhamu turhamu. Tregoni të mëshirshëm, nëse doni Allahu me ju mëshiru juve. Falini të tjerët, ai që të ka hin hak, ai që të ka bëu zullum, fale, nëse don Allahu me të falë. Është zarë me ja falë hakun dikuj, sidomos kur të ka bëu zullum, dhem zemra, dhem shpirti. Po, nëse e lidhim për Allah, edhe nëse e kujtojmë atë momentin që dhem shpirti dhem të ka bëu zullum, nefsi lyp hak,
Nefsi lyp hakmarje. Ajo hakmarja vlen si ujë i nxehtë, inati, urrejtja. Po nëse e lidhim me Allahun dhe me xhennetin dhe me faljen e Allahut, i ke fal ata që të kanë hinë hak, Allahu të fal, atëherë kjo duket më e lehtë. Kjo duket më e lehtë. Një element tjetër i cili ndihmon që të dalim para Allahut me gjuna të falura është mirësia tham ndaj krijesave, por çdo punë e jona që bëhet këtë jetë të bëhet sinqerisht për rizat Zotit Dhul Gjelal. Sinqeriteti është shumë i madh. Prandaj, shiqeni vllazën në historinë e njerëzve të mirë, disa njerëz pse kanë qenë sinqert me Allahun, si kanë arrit me fitu mirësi të mëdha. Pejgamberi alayhis salam tha, një gru e kish lidh macën, as nuk i ka qit ujë e ushqim, as nuk e kalon të lirë maca me dalë për shtëpis me lyp riskin e Zotit, derisa ka ngordh maca. Pejgamberi tha, shkoj në xhenem kjo gru. Për një macë. Një macë. La ilaha illallah, 2 vjet po dojnë mu bo me 8 tetor, bojnë 2 vjet. 2 milionë e gjysë njerëz në gaz, jënë bloku. As ujë, as buk, as ilaçe. Pejgamberi tha, jo gruja shkoj në xhenem, pse ka lidh një macë. Po çfarë halli e kanë të Allahu ata që i kanë bloku 2 milionë. Jo ata që nuk janë musliman, sa ata që nuk janë musliman pedim çka janë ata. E pajti dynjaja ata. Ata që kanë kajt për 50 vite kemi qenë viktim, kyre çfarë gjenocidi pe e bojnë të vllazrit ton në gaz. Po këta musliman tjerë Allah. Ajo Palestina ku i shiti ka këtë musliman. Një shtet 90 milione, një shtet tjetëre. Parëndo, ajo e ka lidh macën, tha shkojnë xhehenem. Nuk ju qënë buk, nuk ju qënë ujë, nuk ju qënë aspirin, nuk ju qënë infuzion. La ilaha illallah. Prandaj vllazët e mi të dashur, shiqoni si ka mundësi njeriu, a një njeri tjetër ka pa në rrugë thera, pejgamberi alayhis salam tha i ka largu therat, tha Allahu e falenderoj dhe japi xhennetin. Pse e ka bërë për hapë të Zotit, therat. Ose sikur me njënis me shku dhe i rrugov, orani i guri madh, e ndal, e skajon veturën, e largon gurin, e bën për hapë të Zotit me kalu njerëzit shlirë. Kjo është sikur që ajo gruja që i ka largu që ato thera, për me mujt njerëzit me shku rrugës me ecë, shlirë, pa të lashe, e ka fitu xhennetin. Allahu na boft që t'jemi të sinqert në punët dhe veprat tona, çfarë do që bëjmë këtë botë, ta bëjmë për hatër të Zotit Dhul Gjelal, duke e kërku rahmetin e Allahut dhe shpërblimin e tij, razin e tij, atë kjo ka peshë dhe kjo ka vlerë. Të dashurit e mi, para se ta përmbylli, po e bëj një rezume me pak fjali ato çfarë e thash. Tham në jetën e kësaj bote ka shumë kërkesa, por një nga kërkesat më në peshë është me lutë Allahun me largu brengat, pikëllimet, shqetësimet, sikletet në këtë botë. I përmendim disa elemente që ndihmojnë këtë gjë. Dhe e dyta, ajo që lidhet me ahiret, me dalë për Allahut me gjuna të falura. Me dalë për Allahut me gjuna të falura, kjo është lumturia e vërtetë. Kjo është lumturia e vërtetë. Allahu na mëshiroft neve dhe prindrit tanë. Allahu na fal neve dhe prindrit tanë. Allahu na udhëzoft rrugën e mbar e na mësoft me bë punë të mira e punë të mbara derisa ta fitojmë razin dhe kënaqësinë e të madhit Allah te baraka ve taala. Kërkoni falje për veten dhe familjen tuaj. Allahu është falës dhe mëshirues. Qulu qawli hadha astaghfirullah.